Ja, pra, dëgjoshur, kjo është një intervistë, një befasi e madhe, ku se kemi lajmëruar si gjithmonë lajmërojmë në portalet ku ta kemi një javë më herët. Mirë po, ndonjëherë që vjen dikush shumë i rëndësishëm edhe në atë kohë nuk lajmërojmë. Është më mirë befasia është gjithmonë një dhuratë për ne edhe për gjithë ata që janë në diasporë, sidomos në Norvegji, e sidomos kur kemi edhe njerëz për shembull që janë të një rangu të këtë tjetër, për shembull se ndonjë këngëtar ose ndonjë diçka tjetër kësaj radhe. Në studion tonë, në Radio Lindje drejt për drejt është vetë kryetari i Prishtinës, Kosovës, Republikës e Kosovës, zotri Përparim Rama, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi me qenë këtu në Oslo, në Norvegji, së bashku me komunitetin tonë, kështu që përshëndes të gjithë, kudo që jeni. Faleminderit Alush, ajo befasia që the ti e mysafirëve që vinë në Norvegji është e mira e saj se ne jemi në kryeqytet tu. Në Oslo edhe kështu që mund t'i gjojmë gjithë ato mysafirë kur vinë. Kështu që edhe vetë kryetarin pra Përparim Rama e kemi nga kryeqyteti i Kosovës tonë të dashur, kështu që i ka mundësi do na takon ndoshta edhe neve na herë kur shkojmë atje, edhe gjithë ato mysafirë apo turistë përgjimtar që janë her pas here në Kosovë, sidomos në Prishtinë. Normal. Po mirë, Përparim është kjo kënaqësia jonë edhe është nderi jonë që në studio, por tash normal që duhet ta dim pak edhe qëllimin pse e kemi Përparimin në Oslo. Po, Oslo, përveç që keni një qendër këtu të mrekullueshme, Oslo si kryeqyteti i Norvegjisë është një qytet me të vërtet i mrekullueshëm, një qytet për i cilit Prishtina mundet me mësu shumë. Edhe kam qenë i ftuar i kryetares të kryeqytetit, pra të Oslos, zonës Ana, Mayor Ana. Isha me te para disa orësh, ku edhe diskutuam për bashkëpunimet e mundshme në mes të Prishtinës edhe në mes të Oslos, në fusha të ndryshme, si në fushën e artit, kulturës, mirë po me fokus të veçantë në fushën e qytetit të mençur, pra Smart City. Ndoshta nuk jeni të informuar, po Prishtina tashmë është qyteti i parë në region që kemi instalu infrastrukturën për qytetin e mençur, pra për Smart City, infrastrukturën, ku edhe me hapa të shpejt jemi duke shku deri në përmirësimin e kushteve për qytetarët tonë në sfera të ndryshme. Dhe tash jemi duke organizuar edhe konferencën e parë në Smart City në Prishtinë me 28 prill, ku edhe po ta nderin me ftu edhe kryetaren këtu, kryetaren Ana. E përveç saj patëm takim po ashtu edhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me Eric, është drejtor për Western Balkans, për Ballkanin Perëndimor, ku i diskutuam edhe çështjet geopolitika sot me fokus edhe me impakt që ka në kryeqytet, pra në Prishtinë. Patëm diskutime shumë të frytshme dhe po them edhe një herë mundësi shtesë për bashkëpunime ndërmjet dy vendeve. Dim që për fat mirë ne si Kosovë, si kryeqytet jemi me plot partner në pjesë të ndryshme të botës. Edhe Norvegjin kemi një ndër partnerët më të mrekullueshëm që edhe na kanë ndihmu prej periudhës kohore kur edhe është shpall pamarrësia e Kosovës e deri më tani. Kemi pas bashkëpunime të mirëfillta edhe me ambasadorët norvegjez të cilët kanë shërbyer në Kosovë, me cilin edhe u takova edhe me Jensin. Tash me Jensin e kemi pas një periudhë kohore 3 vjeçare ku kemi bashkëpunuar shumë ngushtë, edhe i kanë ndihmu shumë kryeqytetit. E tash e kemi bojë Jensin gjysmë shqiptar, se u martu me një shqiptare me 2 fëmijë të mrekullueshëm. Kështu që po i rrisim bashkëpunimet në për të gjitha sferat me Norvegjin. Po them pikrisht me Oslon, ku me Mayor Ana, ku edhe mundemi me kriju i paraqitëm disa koncepte të zhvillimit të qerdheve, për shembull të nursery edhe nursing homes, pra shtëpive për pleq, koncepte të cilat ne po i zhvillojmë në kryeqytet, ku edhe Norvegjia dhe Oslo faktikisht ka nevojë edhe janë duke i zhvilluar më shumë këtu për hapësira për të moshuar se sa për fëmijë. Për fat të mirë ne ende natalitetin e kemi në nivel të duhur, mirë po është nevoja për ndërtimin e më shumë qerdheve, ndërtimin e më shumë po ashtu edhe shtëpive të pleqve, sepse kemi një pjesë të popullatës që tash
po plakët e që duhet të mendojmë edhe për ta. Këto ishin edhe pjesë e diskutimeve së bashku edhe me merë Ana, me shikuese konceptet e tyne këtu. Mirë po i pëlqej koncepti ynë ku ne po mundohemi që t'i bashkojmë për shembull sidomos nanat me fëmijë ose nanat që janë vetë me fëmijë për me ndërlidh me moshat e vjetra ku të moshuarit munden me pas akses ose me ju ndihmu nanave me fëmijë, një koncept ndoshta bashkohor që ne jemi duke shtyr përpara, duke zhvilluar, që i pëlqej edhe kryetarës këtu Anës, vendosëm që të takohemi prapë edhe të shikojmë se si mundemi me i shty këto projekte përpara, duke edhe josh fonde nga Bashkimi Evropian me projekte të përbashkëta nëpërmjet Prishtinës edhe Oslos. A është një pyetje për kryetarin, tash derisa është në Oslo, këtu ka mund ta vrej edhe pse për një kohë shkurt jeni këtu tash, nuk jeni mund të vrejni gjitha, tash vetëm se ka filluar të zgjatet dita këtu të bëhet ndoshta edhe deri në 12 natës, por ke mund vrejtse në atë aspektin e urbanizmit këtu si kemi me Prishtinën. A keni biseduar ndoshta edhe me kryetarin rreth asaj ndryshimit të makinave apo veturave, sepse këtu mendoj që dikun 60% janë elektrike. Jo vetëm se makinat, po duke filluar të shkute poshtë pastaj edhe te biçikletat edhe ato trotineta apo si të ndryshe. E kështu që ndoshta do të ishte edhe një e mirë kjo për Kosovën përgjithësi, sidomos për Prishtinën si kryeqytet me më shumë popullsi, më shumë banor. Patjetër që po, është një iniciativë mrekullueshme e Oslos për me shty të gjithë qytetin këtu në carbon zero, pra mos me prodhu karbon, pra me qenë shumë eficient në aspektin ambiental, mos me ndot ambientin. Një çështje tjetër që diskutu me Mayor Ana, po ashtu edhe intervenimet e soja në qendër të kryeqytetit këtu të Oslos, ku edhe i ka ndalu, siç e keni po, i ka ndalu makinat në pjesë të madhe të qendrës të Oslos, nuk ke makina private. Edhe ne faktikisht gjatë vizitës ecëm dikur rreth 10 minuta për pikës ku e parku makinën deri tek komuna e bashkia e Oslos. E përgëzova për këtë çështje, i tregova që edhe ne kemi marrë iniciativa të ngjashme në kryeqytet, mirë po normal që përballemi me një pjesë të vogël të qytetarëve të cilët kanë shfaqim pak kënaqësi sepse ende dëshirojnë që makinat me i parku që thojmë na nër balkon shtëpisë, mirë po e shohim, e dim që çdo qytet i zhvilluar në botën perëndimore apo kudo faktikisht e kanë probleme të ngjashme me qarkullimin e mjeteve private, pra të veturave. Fokusohen çdo kund në zhvillimin e transportit publik, ku edhe Prishtina tash kemi investu në 30 autobus të ri për trafikun urban në sektorin publik, e po ashtu kemi nënshkruar kontrata me 26 kompani private për 100 autobus të ri si pjesë e trafikut, e ndihmës për trafikut urban prej sektorit privat. Po ashtu kemi bashkëdyzu biletën, pra deri tash është dashur me i blet 2 bileta nëse ke udhëtu prej një pikës prej pikës A zona të ndryshme, po edhe kur ke kalu prej transportit publik, pra të transporti urban i Prishtinës me këta privat, i ke pas 2 bileta, tash ne kemi përbashku këte. Pra secili qytetar i kryeqytetit nuk ka nevojë më me i blet 2 bileta, e blen vetëm një, 80 cent në ditë dhe udhëton të ditën prej kudo deri kudo, pra është një lehtësim shumë i madh. Po ashtu kemi kemi vështi edhe biletat javore dhe biletat mujore, e po ashtu edhe vjetore. E gjithë kjo iniciativë për një qytet ambiental, për një qytet ma pak të ndotun edhe për kushte më të mira për qytetarët tonë, duke pas parasysh informatat që vetëm 27% të qytetarëve faktikisht vozisin makina, ndërsa 73% nuk kanë makina, pra edhe ne duhet me u fokusu, po them, në aspektin ambiental, në aspektin e transportit publik, për një numër të madh, pra për shumicën e qytetarëve, edhe për krijimin e hapësinave publike më të mira, më jorse, më të sigurta, më të gjelbërta, ku qytetarët e gjitha grup moshave
takohen në hapësina publike, takohen me njëri tjetrin, kalojnë kohë sociale, shoqëruese me njëri tjetrin, edhe evitojmë këtë një dukuri që është ndoshta tash numri 1 që i mbyt njerëz që vdesin prej saj, që ndoshta çdo kush që ndëgjon mendon që kanceri apo infrakti në zemër apo diçka tjetër, po jo, është vetmia. Domethënë vuajnë në qytetet e zhvilluara në pjesë të ndryshme të botës, pra qytetarët vdesin nga vetmia. Ne kemi mundësinë që si kryeqytet të shkojmë me hapa të shpejt përpara, duke kriju kushte shumë të mira për secilin qytetar, edhe një ambient ashtu më të kënaqshëm për të gjithë, më të sigurt për të gjithë. E kemi treguar edhe këtë kohën tash që e patëm periudha kohore e festave të fundvitit, ku po më thonë e kemi mbyll sheshin George Bush. Nuk e kemi mbyll sheshin George Bush, po e kemi hap për qytetar. Domethënë e kemi hek makinat, sepse makinat mundin me u parku aty shumë afër, 20 metra, ndërsa ka qenë mbushur me dhjetra mira qytetar, 30-40.000 qytetar, të gjitha rrugët e mbushura, duke u dëfry, duke taku njëri tjetrin, duke u kënaq me muzikë, me ushqime, me pije të ndryshme, me festa e tjera. Edhe kemi qenë për media botërore si Reuters, si Associated Press, ku edhe e kanë lëvdu këtë organizim të hapësirave publike në kryeqytet. Pra, jemi duke bërë shumë gjëra pozitive, dhe normal që kur gjërat ndrojnë, ndryshojnë, nuk i bjen tamam 100% të gjithëve. Kemi prap ankesa prej qytetarëve, mirë po i marrim të gjitha parasysh, sepse ideja jonë është që ta krijojmë, po them, një ambient të mrekullueshëm për të gjithë, një qytet me karakter unik në botë, një qytet modern, një qytet ku qytetarët vendosin me jetu aty, me punu aty, me rrit fëmijët aty, e po ashtu, pse jo, me josh edhe qytetarë nga vende tjera, nga qytete tjera që të vinë të shpërngulen e të vinë të jetojnë së bashku me neve aty në Prishtinë. Për këtë edhe ndoshta shfrytëzoj rastin me i thirrë edhe diasporën, një numër të madh të diasporës që të vinë na vizitojnë edhe më shumë, edhe ta planifikojnë që ndoshta edhe të lëvizin me bizneset të tyne, me familjet të tyna, pse jo të vinë të kthehen në Prishtinë, sepse kushtet tashmë shumë më shumë po përmirësohen çdo ditë. Normal. Atëherë, një pyetje shumë interesant. Ti ke jetuar një pjesë gjatë jetës tonë jashtë Kosovës, pikërisht në Angli. Dhe tash e dim që je arkitekt. Je kthy për shembull për me bo vendin ton, qysh e ki pa Anglin, qysh e ki përjetu Anglin. Ajo është ceni më i madh për neve në diasporë që jemi, se sa herë vim, ne kemi qef me bo diçka. Në këtë rast ti je bo kryetari i kryeqytetit, normal që ëndra aty është, ata që janë të pakënaqur nuk e kuptojnë ato, sepse ajo merr pak kohë me ardh deri te ajo pika, për shembull me bo pak gjelbrime, ku jetu punu shumë në atë drejtim, për shembull me bo Prishtinën më gjelbërt, me bo Prishtinën më komote, për gjithë ata që dalin për shembull prej banesës, jo direkt në asfalt, po pak me pas një trotuar, një shëtetore, ato këto marrin kohë, për shembull, nuk bëhet ajo me një mandat, as me 2 ndoshta, po merr pak kohë. Po kur e nis projektin, për shembull, nëse qytetari e kupton edhe e ka vëmendjen, edhe ai duhet me ndihmu vet, për shembull që vetëm me të kuptu është boll, s'ka nevojë me kontribu, as me hek një guri, as me pru pak zalli, po me të kuptu ajo është boll. Ma merr mendja që ata duhet me kuptu vetë qytetarë që kontributi i qytetarit është për komunën e Prishtinës, për shembull pikërisht kryetarin edhe këtë stafin e tij, me kuptu që është u bë diçka, se nuk është Prishtina as që gjon, është pak e ngushtë, e tash bele po ngushtu edhe më shumë, e tash për mi pru një pajisje për një vend me një vend merr pak kohë. Nuk ndodh për shembull si në Londër ose në Oslo që vjen për 3-4 minuta, po pak njerëz 3-4 orë. E kjo është ajo, do të thonë për shembull se qysh e ki para pa, për shembull kur i ki marrë këtë detyrë, se është një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe normal që kur është përgjegjësi, atëherë lidhet edhe ndjenjat, familja, këtë ato. A i ki para pa, për shembull që ka me jesë në këtë dukuri, apo ndoshta edhe më ka dalë, por ndoshta edhe më shpejt.
Unë normal vi prej sektorit privat ku në Londër po them kam kompaninë time dhe në sektorin privat gjonat ndodhin shumë më shpejt. Në sektorin publik i ke pak më ngadalë, sepse përkundër faktit që je duke menaxhuar me fonde publike, po ashtu i ke edhe disa shtresa tjera, aspektin politik për shembull, opozitën e cila përkundër faktit që projektet janë të mira për gjithë qytetarët e kryeqytetit, një opozitë ndoshta me thirr pak amatereske që janë të fokusuar në egot e jo në zhvillim të kryeqytetit. Mirë po, jam mësu tash, gjitha këto po i marrin parasysh edhe po i shtyjmë përpara. Po du me shfrytëzuar rastin me i falenderuar qytetarëve të kryeqytetit sepse një shumicë e madhe qëndron prapa vizionit ton edhe e shohin çdo ditë që kemi punë të mëdha që janë duke ndodhur në secilën pjesë të kryeqytetit. Pra edhe në aspektin e edukimit, arsimimit, pra në aspektin e ndërtimit të shkollave të reja, në aspektin e ndërtimit të qendra mjekësore familjare të reja, rrugëve të reja, tash që jemi duke i ndërtuar qerdheve të reja, pra një numër hapësirave sportive për sportistë, tash qendra për punë sociale e re, pra gjitha këto premtimet tona të cilat i kemi bë, ne vetëm se po i realizojmë. Normal që gjithmonë kishim pas dëshirë me ndodhë to shpejt me një herë, po ja këtu për shembull një projekt isha dhe vizitova operën e Oslos edhe ai projekt këtu ka marrë 14 vjet. Domethënë është 14 vjet. Është projekt që merr kohë. Edhe projektet tona madhore marrin kohë. Unë kam thonë që më duhen 2 mandate për me përfundu gjitha këto premtimet e mia që i kam dhënë, edhe qëndroj pas asaj. Besoj që brenda 8 vitesh kemi mundësi, edhe tash vetëm se kemi nis, po them të gjitha, edhe do t'i përfundojmë brenda 8 vitesh, ku edhe Prishtina e merr një energji tjetër të re, shtes një karakter të ri, unik, një formë me fokus në qytetarët e kryeqytetit, me fokus në këmbësor, me fokus në hapësira të gjelbërta, me fokus në një ambient shumë më të pastërt edhe më të mirë, një ashtu teatr publik ku të gjithë e gjejnë veten në një mënyrë apo tjetër, prej fëmijëve deri tek të mëmoshuarit. Edhe një ambient i mrekullueshëm për me bo biznes, sepse kryeqyteti e ka këtë çështje ndoshta kyçe, është motori i zhvillimit ekonomik të gjithë Kosovës. 49.8% të buxhetit të Kosovës paguhet prej bizneseve dhe qytetarëve të kryeqytetit. Pra për këtë arsye edhe fokusi edhe i nivelit qendror duhet të jetë kryeqyteti, pra të mos bllokohet. Për fat keq kemi pas bllokada të shumta, pra është bllokuar unaza e kryeqytetit, që ne kemi gati projektin që 2 vjet e gjys, bllokohet nga qeveria. Spitali i kryeqytetit, që është projekti gatshëm, prap bllokohet nga qeveria. Platforma që lidh Pallatin e Rinisë me Arberin, prap tentim bllokimi, nënkalimi e tjera, pra janë mirë, po përkundër këtyne po them, ne po i shtyjmë projekte përpara, që thuhet po duhet me shtyj me gjyks. Adin kur dalim përpara, sepse unë po them nuk ka marrë me shpenzu kohë me nejt badihava, me nejt kot, po duhet me shfrytëzu të gjithë kohën për me shtyj këto proceset madhore, të cilat vetëm se bin të mira për secilin qytetar në kryeqytet, edhe bin zhvillim ekonomik, bin edhe zhvillim të turizmit, tash vetëm se jemi edhe një koqir, të konfirmuar një koqir të lojrave mesdhetare Prishtina 2030, e kemi përfunduar edhe masterplanin e fshatit olimpik, ku edhe kemi planifikime për me ndërtu stadionin e ri të kryeqytetit, arenën multifunksionale të kryeqytetit, këtë pishinën olimpike, një zonë atje mrekullueshme që po ashtu ja jep një shtytje të fortë turizmit, punësimit, zhvillimit ekonomik edhe të gjithë pjesës atje të kodrës të trimave, ku edhe po them edhe masterplanet e rigjenerimit tashmë edhe i kemi përfunduar për kodrë trimave, edhe për Kolovic,
Pra është duke u bë, e kemi nxjerr prej gjumit Prishtinën, se ka qenë një farë mënyre jo vetëm duke fjet, po duke ra kështu në humder, e tash e kemi një energji super fantastike në Prishtinë, kështu që unë jam shumë optimist për të ardhmen e kryeqytetit, e kur kryeqyteti është mirë, i gjithë vendi është mirë. Kryetari Ceku vetë keni qenë domon këtë mandat për mi bë edhe mi shty këto proceset e para, sidomos to nga projektet e juaja, duhet edhe një mandat. Domethënë do të jeni edhe një kandidues për një mandat të ri. Patjetër që po them unë prej fillimit e kam thënë që më duhen 2 mandate për me transformu Prishtinën. Edhe tash ne vetëm se jemi në transformim e sipër, edhe një mandat, pra edhe 4 vjet edhe e krijojmë këtë transformimin e kryeqytetit. Normal i lojmë disa pika kyçe se si edhe ka duhet të zhvillohet kryeqyteti. Po them kemi qyteti duhet të jetë ashtu, duhet ta njeh të kaluarën, çka kemi kalu, në mënyrë që e tashmja dhe ardhmja me qenë e planifikuar mirë dhe e fokusuar në zhvillim ekonomik, zhvillim të artit, të kulturës, zhvillim të teknologjisë. Duhet të gjitha këto pika, zhvillimin e edukimit, ndoshta me thonë që Prishtina tash është duke bë transformimin më të madh që ka ndodhur në histori të kryeqytetit në aspektin e arsimit. Kemi filluar me 5 shkolla tërditore, po ashtu kurrikulën e kemi digitalizu, tash fëmijët nuk kanë nevojë as me i bajt librat me veti, sepse çdo gjë është digjitale, kurrikul digjitale. Kemi filluar me 7 shkollat e para me instalu panelat smart, pra të mençum në secilën klasë, po ashtu paralelisht po e zhvillojmë edhe në 2 pika kyçe në Tulltorën, Tulltoria që është një zonë industriale që ka nejt për shembull e papërdorur me 30-40 vite, tash po e transformojmë një zonë të artit e teknologjisë ku edhe po instalojmë robotin e parë i cili i reciklon materialet edhe prej materialeve të reciklume krijon tulla të ri, një sistem i ri bashkohor ku fëmijët tanë mujnë me mësua edhe me kodu, mujnë me mësua edhe për robotik. Masanej në Gërmi, në ndërtesën tjetër që në qendër po instalojmë Deep Space, një hapësinë ku fëmijët tanë mujnë me mësu për augmented reality, realitet augmentum ose virtual reality, me studiu shkencë në nivel shumë të thellë, me zhvillu produkte të artit kulturës, me kodu software, gjona të reja në aspektin e teknologjisë, kreativitetit, inovacionit. Edhe të gjitha këto janë të ndërlidhuna drejt për drejt me secilën klasë, në secilën shkollë në kryeqytet. Ku edhe kësaj po ja bashkangjesim edhe këtë inteligjencën artificiale, kurrikulës digjitale, që secili nxënës me pas ashtu të veçantë, për shembull atë që dëshiron me mësu, me ushqy edhe më shumë. Për shembull nëse një nxënës ka qef më shumë biologji, kimi, nëpërmjet inteligjencës artificiale ne i dhojmë më shumë ato që don me bë. Kështu që dal ngadalë me lëviz jashtë prej këtij konceptit për me ia dhënë nesha, 2-sha, 3-sha, 4-sha, 5, që është një koncept që është zhvilluar që 100 vjet. Pra me ngrit standardin. Edhe kjo tash po na ndihmon, po them edhe për me i dhënë një bazë të mirë fëmijëve tanë, librarit ose bibliotekat për fëmijë janë me interes shumë të madh, pra me pas nanat prind kur dalin në qytet, ndoshta mos me i çu në për shopping centers, në për qendra shoppingut fëmijët e tyre me kalu kohë, por me i çu në biblioteka. Edhe jemi duke zhvilluar së bashku me Kristalja bibliotekën e parë të fëmijëve në kryeqytet, në pallat të rinisë, ku edhe prind kanë me pas, domethënë, hapësina të mrekullueshme ku mundën me kalu kohë me fëmijët e tyre, ku mundën me ju lexu fëmijëve tyre, edhe kjo krijon, po them, një shtresë të shëndetshme edhe në aspektin mendor, në aspektin fizik për fëmijët tonë, për të ardhmen tonë.
Unë mendoj që kjo ishte diçka që neve ndoshta nuk e kemi shiu as në Norvegji, edhe si jemi shumë vite, sepse edhe Norvegjia ndoshta për parime si për shtetit apo edhe vetë pushtetit lokal tonë në kryeqytet ka vonesa për shkak ndoshta edhe klimës, ka të bëjë pak edhe me klimën, ke vrejtë rrugë, nuk i kemi aq edhe ne këtu. Se ka shumë borë, po pas borës hudhet kripa, prishet asfalti, të shtroj 2-3 herë ndoshta mbera një sezonës. Po sa i përket infrastrukturës tash te ju rrugore, jashtë atyre si qëndron situata dhe për neve mërgjimtarët do të jetë një mundësi e mirë derisa mundësitë edhe kushtet do të përmirësohen goxha mirë në kryeqytet, do të ketë mundësi banimi, që do të ketë për shembull për atyre që dëshirojnë të kthehen apo të bojnë të rikthehen, që stacionohen në Prishtinë, mos shkojnë për fshatat nga vinë. Absolutisht që po. Prishtina e keni pa që është duke zhvillu shumë, një zhvillim të hovshëm. Faktikisht është duke u zhvillu ndoshta shumë ma shumë se sa që ka nevojë. Kështu që po kemi kapacitet absolutisht, ndoshta edhe krejt diasporën me marrë me prunë Prishtinë, kemi kapacitet me pas aty, me qëndru në aspektin e rezidencave. Normal që paralelisht duhet me zhvillu spitalin e kryeqytetit, që thash që projektin e kemi të gatshëm, tokën e kemi të gatshëm, vetëm na da duhet një tik prej ministrit të financave pra me zhblloku procesin. Mirë po, gjithsesi që ka mundësi të mirë të hatashme edhe kushtet po përmirësohen çdo ditë. Në aspektin e infrastrukturës ne jemi duke përfunduar unazën e brendshme të kryeqytetit. Po ashtu një rrugë madhore, rruga A apo Gjimgjema, tash e cila e lidh Prishtinën e re me Kalabrin dhe mundson një qasje shumë më të shpejt, më të mirë, më të lehtë në brenda këtyre lagjeve pa pas nevojë me hyrë në qendër të Prishtinës, është duke u zhvillu, po të tregova që edhe projekti 206 milionësh i unazës të kryeqytetit është i gatshëm. Veç na vjen një qeveri që një boks të kirat aty, na lën që me i pas 206 milion, 40 milion prej tyne, faktikisht janë grant. Dhe i Biardia është e gatshme për me financu, pra çdo gjë është e gatshme, vetëm që po them kemi një blokad puro politike. Unë s'po du me diskutu këtu për politik, mirë po puro politike. Mos të ishte qenë kjo politika e mrapsht që kemi. Ne sot vetëm se kemi pas një pjesë të madhe të unazës të kryeqytetit që kishte ndihmu në aspektin e trafikut, kishte ndihmu në aspektin e zhvillimit edhe më të madh ekonomik, zhvillimit më të madh turistik, e shumë gjëra tjera. Pra, po i kemi mirë është që edhe i kemi të gjitha gati, pra tash nuk jemi në atë pikën ku veç po planifikojmë dhe mendojmë çka duhet me bëj. Domethënë kemi mendu ku janë problemet, i kemi gjetë cilat janë problemet, i kemi bërë portofolien e gjitha projekteve që duhet për me dal nga problemet Prishtina, edhe një numër të madh, mos më thon 75% të gjitha këtyne veç i kemi hec përpara, e këto që janë blloku, po shpresoj që tash qeveria re do të kemi mundësi të zhbllokimit edhe të këtyne edhe të ecim me hapa shpejt rreth transformimit të kryeqytetit. Urojmë edhe ne që kjo të ndodh, për shkak se kryeqyteti i nevojitet jetë në realitet edhe më bashkëkohor, sidomos duke ikur aty në kolonave të gjata edhe pritjes, domthonë kohët për rrugë, derisa dikush mund të arrijë vendi i caktuar për ta kryer një obligim apo një punë. Sa e përket administratës tuaj, domthonë komunale në qeverisjen tuaj, aty që jeni, është digjitale gjithçka, po ka aty ngecje në rregullimin e dokumentacionit. Faleminderit për pyetjen. Ne kemi filluar procesin e digitalizimit. Për shembull në drejtorinë e urbanizmit kemi çdo gjë digjitale. Pra, nëse aplikon për leje, sot është çdo gjë nëpërmjet internetit, pra aplikon në mënyrë digjitale, edhe fillon numërimi ditëve kur ke aplikuar, ke përmbush të gjitha ato kërkesat që duhet. Pra çdo gjë është super transparente, digjitale, edhe mënyra më e avancuar e mundun, sikurse që janë për shembull në Londër apo besoj edhe këtu. Mirë po, kemi ende shumë punë për me digitalizuar edhe pjesën tjetër administrative. Pra një numër ashtu i konsiderueshëm i administratës të kryeqytetit, ende ka shumë punë për me u bë. Kemi pak edhe ndoshta një hezitim nga zyrtarët tonë aty në komunë, në kryeqytet, sepse
ndoshta i frigohen diçka të res, unë ju them që nuk kanë çka me ju frigu asgjë, kështu që hezitojnë me qenë bashkëpunues në këtë çështje, po jemi duke e shty procesin përpara. Ne kemi edhe nga shok tanë që i kemi këtu në Norvegji që kanë investuar atje sidomos në Prishtinë me biznese ndoshta të vogla në atë aspektin e IT-s, edhe thotë për të bërë pagesat po duhet shkuar atje ti bëjmë atje derisa nuk ekziston ai mundësia sikur të shehim atë majniti që është Norvegjia që e ka këtu. Kjo pyetje parashtrunalitet edhe kryeministit norvegjin, po nga bata që ishim këte, edhe ai premtoi se kjo do zgjidhet me kohën, do të bëhet ajo që mundësia e bashkëpunimit apo veprimit në hapësirat apo në diapazon gjan mund ndodhe me kohën. Tash edhe në këto në shërbimet e kryeqytetit për shembull ekziston mundësia për me bë pagesën për pastrim, pra ose për pagesën e tatimit, pra ekzistojnë mundesh sot me i bë këto pagesa edhe online, mirë po për shembull nxjerrja dokumentave të katastrit e të gjonave tjera, ato janë gjona që ne tash po i shtyjmë para që çdo gjë me qenë digitalizuar, sepse jemi në kohë, jetojmë në kohë ku edhe është lehtë e bëshme, lehtë e mundur, veç po them duhet edhe një shtytje më të madhe pak për me qitë në stam që thojnë. Une prapë këthejnë atë diaspora, dhe me thonë lidhna sepse mu më dhem, jom shumë jashtë që 35-6 vite, edhe mu më dhem për shambull se kur përparimi vjen Genci, Fatmire, kështu me radhë, për shambull e lojnë atë miren, e lojnë atë beautiful life, dhe me thonë të kretë në regull është, kretë është në vend, edhe ti vjen atje për me boq ato vendin ton, edhe kemi disa pengesa që i përmend edhe vetë, për shambull janë disa pengesa dalin njerëz tutën, e kanë besimin që e kanë deri dikun edhe atë durimin. E tash, kjo është ajo që sojën vetëdijshëm, për shembull njerëz që kur përparimi e tregon këtë projektin edhe atë projektin edhe që më bo për ma mirë, për shembull sojën ata të vetëdijshëm, ai kanë atë besimin boll që duhet me di që kjo është për gjithë që po bëjmë, atë nuk po bën përparimin për veten. Po ku mordh atje po duhet me bosi atje. Për shembull, sojë kanë atë besimin edhe atë durimin, se që aty unë e kom pak se kemi shumë media, fatkeqësisht nuk i kemi media profesionale, mu vjen keq shumë se ne i përcellim, i kemi mediat të njanshme, pa lidhje, nuk kanë kompetencë, vetëm kanë kamera, mikrofon, do me thonë edhe leda, nuk është ajo media, do me thonë media është që thojnë ajo përmbajtja edhe ai njeri që orë me ta spjeguese kompetencë. E që ato po du me ditë për shembull sa e kanë atë durimin dhe besimin qytetarët ose njerëz ose kur ju spjegon ti këto projekte. Po, unë po të them një numër i madh qytetarëve kuptojnë, e besojnë edhe qëndrojnë mbrapa vizionit edhe punës të cilën jemi duke e bë. Edhe e shohin sepse është e pashme në secilën pjesë të kryeqytetit shihen punimet e ndryshme, po them edhe shkolla të reja, qerdhe të reja, rrugë të reja, ndriçim të ri, smart city, sistemi i ri i qytetit të mençur që është tash instaluar në krejt qytetin, qendra për punë sociale tash ndërtesë e re, unaza e mbrëmshme, e shumë projekte të tjera të cilat jemi duke i bë paralelisht. Edhe normal që gjatë punimeve gjithmonë ka probleme në aspektin e trafikut, komunikacionit, lëvizjes, sepse duhet, nuk mundesh me rregullu një rrugë për shembull pa e mbyll për me rregullu e pastaj e hap. Mirë po, edhe nuk mundesh me rregullu të gjitha për një herë, sepse duhet me pas një plan dinamik, cilën po e hap, cilën po e mbyll, edhe me këtë po them jemi tu marr paralelisht, edhe gjitha këto jemi duke i shty përpara. Unë nga një herë e marr këtë, nëse mendoni për shembull që qyteti është si një trup, si një organizëm, si një trup i njerëzit. Edhe kur ka probleme një trup i njerëzit, shkon te mjeku për me u operu. Edhe kur operohesh, mjeku duhet me një anestesion, me çtime fjet, derisa të pren, të operon, të rregullon, edhe mas disa orëve zgjohesh prej gjumit,
edhe sheh që veç je operu edhe periudha kohore ku edhe fillon me u shëru. Për fat të keq në intervenime në kryeqytet nuk mundesh me i shti qytetarët në anestezion me fjet. Sepse edhe një trup njeriut mos me fut në anestezion bërtet gjatë operimit se i dham. Më thonë i dham, mirë po doktorat e kanë anestezionin, ne nuk e kemi. Në më thonë, ne duhet me vepru, mos me undal, për kundër ndoshta bërtimave të ndryshme që ndodhin, mirë po gjithmonë të e ditë që ne jemi duke bo këto jo kundër qytetarëve, po për të mirën e secili qytetar. Edhe secili qytetar e sheh, faktikisht kur edhe i përfundojnë projektet, hapen, edhe e shohin që wow, jo mirë qenë ka, se unë i kom thonë edhe për shembull që po i hapim gjitha rrugt, po i lojmë makinat me ardhë në të randë. Prap keme pas blokad totale të komunikacionit, sepse hapsinat që i kemi janë ato që i kemi, do më thonë janë ekzistuese. Nuk mundemi me i rrith hapsinat ma shumë. Mirë po duhet me i prioritizu, për shembull një autobus i nxen 70 vet në trafikut urban, ndërsa një makinë vozitet një shofer apo 2, 3, 4 hajde maksimum, ose 2 makina që nxojnë hapësinën e një autobusi 8 maksimum në relacion me 80 në trafik urban. Edhe këto janë ato matematikat ku ne duhet me bo prioritete, edhe këto ndodhin jo vetëm tek ne në Prishtinë, po në gjitha qytetet e botës. Do më thonë, për atë dhe fokusi duhet me qenë në krijimin e hapësinave publike të cilat dhojnë mundësi për rekreim, për një ashtu jetë më të mirë, një mundësi për me u shoqëru me miq, me nipa mesa për të moshuarit, me gjyshe për të rit, me shoqni për bizneset e biznesmenat ose të rit. E këto duhet ashtu, këto janë pjesë e paletës të cilën ne po e shtyjmë përpara në kryeqytet edhe nuk është diçka që ne po shpikim. Domethënë është diçka që qytetet si Kopenhaga për shembull ka kalu para në vitin 1975, para 50 vitesh, ose Oslo para shumë vitesh e tash prap edhe po e zgjeron prap hapësinën e qytetit ku s'ka qasje vetura, ose Londra po ashtu New Yorku, qendra, the New York Times Square, më thonë, vendi Amerika ku çdo gjë ndodh në makinë, është duke shku në pedonalizimin e hapësinave publike, pra krijimin e hapësinave publike në qendra të cilat ka qenë të stërmbushura me makina. Pse? Se po e shohin që makinat, sa më shumë hapësinë që ju ofron, aq më shumë makina vinë në ato zona. Po nëse ke një kalkulim të mirëfillt ku ke parkingje nëntoksore ose parkingje për brenda 500 metrave ku duhesh me arrit, me shku, atëre ajo është edhe në aspektin e shëndetit është pozitive, sepse 500 metra janë 10 minuta lëvizje. Janë 1000 hapa për shembull, 700 hapa, 1000 hapa, e ti duhesh me i bo prej 5000 deri në 10000 hapa në ditë për me qenë i shëndetshëm. Edhe hapësinat tona urbane duhet faktikisht me ndërlidhe dhe me shëndetin e qytetarëve tonë, që mos me pas ndoshta ti as nevojë me shku në gjim, po mënyra si e kalon ditën një farë mënyre të manë të shëndetshëm. Edhe kjo është ideja e qyteteve të tjera. Desha si thëmë kryetarit, në këtu në Oslo, ndoshta për mos arritjen edhe qëllimit se tash kanë filluar të ndërtojnë të shtigjet, edhe të largohen shumica këtyre makinave fosile. Po ajo që ndodhë të se ne kemi taksa rrugore. Ajo, unë e shoh se ka shtit popullatën t'i largoj makinat, t'i shet makinat, sepse nuk ja del dot. Tu ke ato automatat mund temi, që të fotografojnë targa, në çdo cep Oslos. Edhe kështu menoj që do të jetë ndoshta një këshill e mirë edhe për Prishtinën. I kemi bërë. Derisa t'i bani ato taksa pagu, do të largohen nga ajo. I kemi instalu kamerat. Edhe kemi tash me policinë e kryeqytetit marrëveshjen për gjoba, mirë po prapë po them ideja jo nuk është me gjobit qytetarët. Ideja jo është vetëm me vedisu që nuk mundemi me vazhdu në zhvillim të një kryeqyteti sikurse ka qenë para 30-40 vitesh. Sepse atëherë i ke pas ndoshta 100.000 banor, sot i ke 400-450.000 banor. Edhe është katërfishu densiteti, edhe për atë derisa ne krijojmë hapësina
publike që ofrojnë program, funksione, shërbime për qytetarët, edhe i ndërlidhim, po them, nëpërmjet sheshit Nën Terez, tash me sheshin George Bush, edhe pretendimi jonë ose planifikimi ynë është me zgjat deri tek rreth i Flamurit. Kjo i ndërlidh 10 këto lagjet më të mëdha të kryeqytetit, apo 75% të densitetit të qytetarëve të kryeqytetit, që kanë qasje të drejt për drejt në hapësina të sigurta që ndërlidhen për brenda ashtu me thonë 2.6 kilometra, janë 2600 metra prej një pike në pikën tjetër. Pra prej sheshit të Flamurit deri tek tregu i vjetër i ketë 2.6 kilometra. Është edhe shëndetshme, është edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin fizik për qytetarët, edhe një mundësi shtesë, po them, që t'ja kthejmë qytetin qytetarëve e jo ti dorëzohemi makinave të bllokojmë të gjithë qytetin. Unë prapë të diaspora, tash se masi kemi këtu është ne kemi qef me për shembull tash me ditë për shembull me na tregu përparim se na po çojmë përparim kështu drejt se ma bukur, ma afër. Edhe diaspora zakonisht verën preferon edhe vjen tash pushime, edhe krejt çka vin Kosovë, po edhe në troje tjera shqiptare vinë Prishtinë. Është e pamushme mësë më ardhë se qashtu të u bo Prishtina, do me thonë, sikur se kishit para disa ditëve, nuk ka dallim për shembull një njeri që jeton Prishtinë edhe një që jeton Londër ose në Kopenhagen ose në Oslo, nuk ka dallim se është që atu jemi. Tash, që na kishe këshillu për shembull ti neve, edhe normale me na për naj tips për shembull që me vizitu, ne e dim ato lokalet e ato këtë, po diçka për shembull që mos të hupim ato kur jemi aty për shembull kur vim në Prishtinë. Që na kishe këshillu për shembull mas pari. Diçka me vizitu interesant, po të njëjtën kohë edhe që tha edhe më herët, mos të vina me makina se s'kena nevojë se këtu nuk vim ashtu, deri te lokale ose deri te kino ose te një kafish ashtu diçka. Po gjithmonë e lojmë edhe ecëm 10.000 hapa, normal, edhe nuk na njihet zoni, e pse mos me bëu edhe kur vina në Prishtinë. E tash tregona për shembull pak, këshillona pak. Prishtina çdo vit vetëm sa po fuqizohet ose po përmirësohet edhe në aspektin e ofertës ndaj të gjithë qytetarëve, posaçërisht ndaj për diasporën tonë të mrekullueshme që e kemi, e që gjithmonë janë të mirë se ardhur edhe i presim me zemër hapun, e i dojmë shumë, sepse edhe përveç që krijojnë një energji, një dashni, që ka një dashni ashtu të drejt për drejt ndaj Prishtinës, ndaj kryeqytetit, ndaj vendit, pra është një energji pozitive, ka edhe impaktin pozitiv ekonomik, sepse tash bin çdo herë më shumë edhe miq të tjerë që po vinë edhe po e vizitojnë Prishtinën, edhe kënaqen atje me gastronominë tonë, pra me ushqimin e mrekullueshëm, me pije, me evente të ndryshme që i kemi në aspektin e artit, të kulturës, me festivale të ndryshme. Tash kemi hap edhe muzeun aty në qendër të Prishtinës, në ndërtesën e Ish-Gërmis, atje është një muze që paraqet një pjesë të traditës tonë, pra në historisë tonë, për çka kemi kalu prej kohës të minatorëve, të greva të minatorëve, luftën, faktikisht lufta paqësore e qytetarëve të gjithë Kosovës atëherë, të lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, intervenimet e NATO-s deri tash, pra është një hapsin fantastike ku qytetarët, turistat, diaspora mundën me pa një ekspozit, po them një instalacion shumë të mirë, fenomenal, po ashtu edhe evente të ndryshme si për shembull festivali Ram Lahaj që kemi si Placido Domingo të Kosovës, po ashtu Sunny Hill Festival, festivali Sunny Hill që do të jetë prej 1 deri në 3 gusht, dini Dua Lipa me baba i Dua Lipas që organizojnë me këngëtar të rangut botror, rangut më të lartë botror që vinë në kryeqytet. Deri tek normal tash kemi ekspozita të ndryshme që organizohen edhe pika të ndryshme në qytet, për shembull e kemi restauru, renovu pjesën e Ulpianës atje ku janë me dhjetra
me dhjetra kësi artist që pikturojnë aty, organizojnë evente, mund edhe shesin piktura. Po ashtu shtigjet e reja që kemi kriju në gërmi, në natyrë, pra një ekspozim në natyrë, ku edhe kemi një natyrë të mrekullueshme në gërmi e në gjithë Gollakun. Tash kemi edhe maratonën e kemi më duket edhe që është më çdo vit. Po, maratona tash në shtator do të jetë maratona e Prishtinës, po ashtu po kemi edhe investime të sektorit privat, për shembull kemi ranqe me kuaj në Gollak atje në pjesë të ndryshme të Gollakut, ku qytetarët, turistët mujnë me shku me vizitu. Ka, po them, numër të madh të eventeve edhe në sport, edhe në muzik, edhe në teatr. Edhe e dim që mundëm me orë dhe mjë vizitu edhe juve. Edhe jemi të mizadën, pa tjetër. është dera qele komunës, atë e kemi kuptu. Që mundën e jeni gjithmonë të mirë se ardhur me vizitu. Unë vetë jam i diasporës, edhe reprezentoj diasporën, kështu që gjithsesi dera për diasporën është gjithmonë e hapun edhe jeni të mirë se ardhun kurdo që jeni në Prishtinë. Alvishti të tregojmë kryetarit se jemi këtu në lokalet tona që kemi një qendër shqiptare, është e madhe, ka prej xhamis mund të themi dhe shkolla edhe shumë aktivitete ndryshme që i përfshin këto 1600 metra katror. Ne martell këtynve që i kemi këtu të falenderojmë edhe për dekorin që e ke bërë për këtë muajin e shehit Ramazanit, qytetit, domthon disa shtegj apo disa domthon nga sheshet i keni dekoru. Kjo që besoj që është e mirë, dekorata ka pas apo dekorim ka pas edhe gjatë festave të fundvitit. Edhe ne kem pa atë përmirësimin dhe përparimin e shtetit, bashkë me përparimin, kjo është nisani mirë. Edhe mendojmë që edhe besojmë, edhe shpresojmë që ardhmja tjetë prapë në duart tuaja edhe për një mandat, edhe të realizoni gjithë ato projektet që i keni synu deri tani, kanë qenë sfiduese ndoshta për shkak asaj që ta vetë që mund të jetë shumë shpejt bëhet, po ja që pritet të konstituohet më qeveria e re tani, pas zgjedhjeve që ishin. Kështu që në shtator apo kur do të ketë zgjedhje lokale, edhe një herë provojmë, shpresojmë që të fitoni, ta kapni edhe një mandat edhe ta çoni aty ku doni synimin tuaj, edhe mendoj që duhet të përparon ai shtet edhe vetë kryeqyteti i Kosovës dhe Prishtina. Faleminderit shumë, po unë gjithmonë e kam përmend që Prishtina është për të gjithë. Prishtina duhet me i trajtu secilin qytetar të barabartë, secilin besimtar të barabartë. Pra pa marrë parasysh çfarë religioni je, duhet me ndi veten që qyteti është aty për ju në shërbim tuaj, në shërbim të qytetarit, të secili qytetar. Edhe normal që besoj që edhe shfrytëzoj rastin me uru muajin e shenjtë të Ramazanit të gjithë besimtarëve musliman. Po këtë vit kemi pas edhe vitet paraprake ku zona e vjetër e kryeqytetit ku i kemi xhamit atje historike prej vitit 1389 tek nej, që ka qenë e ndriqume. Tash e kemi edhe sheshin Nën Terez me urime për festën e Ramazanit, sepse po them duhet që ne ta festojmë këtë mozaikun që e kemi në kryeqytet, sepse vetëm na bën më të fortë duke pas respekt ndaj njëri tjetrit. E bëjmë një komunitet edhe më të fortë, një komunitet që na e kam për lakmi ndoshta e gjithë bota. Tash me 21 mars e kemi edhe organizimin e konferencës të parë ndërfetare, ku së bashku me imamin e Kosovës, zotin Naim Tërnava, e po ashtu edhe me monsinjorin Do Gjergjin të kishës katolike, po ashtu edhe me kishën protestante atje, e kemi një konferencë ndërfetare, ku edhe diskutojmë pikërisht se Prishtina si kryeqytet, pra duhet të jetë ati niveli ku ne e kemi besimin ton, besojmë, pra i kemi gjanat e përbashkëta që na ofrojnë edhe duhet ato t'i marrim parasysh për me i pru të gjithë njerëz së bashku, sepse në gjitha fet kemi aspektin e moralit, pra aspektin ku duaj e tjetrin si kishe dasht me dasht ty apo veten,
respekti ndaj fëmijët, respekti ndaj religionit tjetër, ndaj besimit tjetër, edhe kjo është e përbashkët, po them, në gjitha fetë. Kjo duhet me qenë, edhe nuk duhet me ju frigu njëri tjetrit, duhet me kuptu njëri tjetrin, me u përbashku, edhe se cili me ndi vetën të mirë, të lirë, të sigurt në kryeqytet në Prishtinë. Kjo normal që bjen masanej edhe më shumë vizitor, edhe më shumë turist, edhe më shumë zhvillim të artit, të kulturës, të ekonomisë, edhe një ashtu përmirësim të dukshëm, po them, të jetave të gjithë njerëzve. Prandaj Prishtina është unike, Prishtina është e mrekullueshme, Prishtina është e hapur për të gjithë. Faleminderit shumë, faleminderit. Me të vërtetë kjo është e kënaqësi e madhe me tush takimi kryetarit të Prishtinës, edhe këtë shpjegim të bukur, sepse nuk e dëgjojmë këtë shpjegim shpesh herë, sepse ka ndërhyrje tek këta profesionalistat gazetarë tonë, nuk luajnë me shpjegu bukur, e tash e shpjeguam bukur, e ma merr mendja që ata edhe mësohen pak e dëgjojnë se çka ka përparimin në zemër, edhe pse është përparimi u ar për Londrës në Prishtinë, edhe ma merr mendja që kena me pa Prishtinën shumë më mirë, vetëm durim edhe besim. Kjo është krejt ajo që kërkohet. Ne falenderojmë shumë që erdhën në studion Radio Rindjes, kjo është respekt i madh për neve, edhe të nderojmë shumë, të njëjtën kohë jemi mbështetës në çdo projekt që mundëm na me kontribu, për shkak me ndihmu edhe Kosovës, Prishtinës, po edhe përparimit, pse jo. Falenderojmë shumë edhe të urojmë një kalim sa më të bukur në Norvegji këto diçje. Faleminderit shumë, kënaqësi me qenë këtu me Radio Rilindjen dhe me juve miq të nderuar. Faleminderit për mikpritjen. Përshëndetje gjithë qytetarëve të Prishtinës, të Kosovës, të Shqiptarisë, kudo që jeni. Faleminderit, ju dua e ju mirëpres në Prishtinë. Faleminderit.